Shkojmë së bashku në supermarket edhe çfarë blem tani, siç mund të shikoni, qep, portokalle, të gjitha këto fruta dhe perime, patlıgjane, që të bëjmë ndonjë patlıgjane të skuqur, të mbushura nuk i bëj se më vështirësojnë, kefir, djathë, maple syrup, për të bërë ëmbëlsira se zakonisht nuk përdor sheqer, përdorim që nga ky që u jep ëmbëlsirë. Kefirin ua thashë dhe ua tregova, këtu janë kumbulla të thata, të cilat i përdor për të shërë, çokoladë dhe këto çopat e vogla të çokoladës, për ëmbëlsira prapë edhe këtë biskotën, se ka djali tek shkolla që duhet të çojmë ëmbëlsirë, për 1-2 ditë, nuk e mbaj mirë më këtë ditë është, edhe bleva këto që të bëj atë sallam çokolate, që del e shkëlqyer dhe u pëlqen të gjithëve. E kisha çuar edhe vjet atë dhe u pëlqeu shumë. E hengrën të gjithë. Edhe tani po u tregoj edhe frutat e tjera e çfarë bleva aty, të gjitha me radhë, sa kushtuan të gjitha këto, nuk shikojmë edhe mirë nga sytë, nuk e pash mirë. Tani po pres burrin që të vi që të më marri, se si gjithmonë unë them do marr 2 gjëra dhe pastaj marr shumë edhe nuk i çoj dot, edhe me që e kemi një çiklar këtë supermarket nga shtëpia, e i thash, hajde më merr tani u pa puna, nuk u bë gjë. Erdi më mori shkreti, nuk mund të thoj dot jo. Kështu që thoni, të kaloni një ditë sa më të bukur. Ciao ciao njerëz.